këtu shpreson që një pjesë e tyre nuk e kanë fshehur edhe faktin që një skenar si i Maduros. Është mi e kej domosdoshmë me gjithë respektin që kam për opozitën, ka plot personalitet dhe ekspert, të cilët unë i kam miq, kam bashkëpunuar me ta, i kam pas shefa ose shefe në diplomaci, dhe natyrisht ata kuptojnë situatën. Këto janë situata komike, keshërake, që nuk i shërbejnë forcimit të opozitës, por kundër i dobësimit saj. Nuk mund të ketë asnjë krahasim. Njëherë neve jemi antar të NATO-s, ne jemi partner me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga qeveria, nga presidenti, kryeministri e të gjithë. Pavarësisht pastaj nga problemet, po ne jemi vendi antar i NATO-s, kurse si nuk mund të trajtohemi si Venezuela dhe nuk ka se si dhe nuk ka pse të trajtohemi si Venezuela. Çdo problem që Amerika ka me ne, zgjidhet, ka ambasadën këtu, me dialogje, me marrëdhënie dhe nuk është në një problem i madh, si më thënë. Pra, nuk duhet të entuziazmohej nga ajo. E dyta, ajo që thash, po, ju drejt e prekët, pra që më tepër që Trumpi nuk ka në interes për opozitën, për demokracinë, për vlerat, pra që të ndrojë një regjim të azëm tek neve, që është zgjedhur gjithsesi, pavarësisht nga vërejtjet që janë zgjedhur, ta marrë dhe ta bëjë. Ai nuk ka në interes për forcimin e demokracisë dhe jo, e ka thënë strategjia e sigurimit kombëtar amerikan, nuk merret më me ideologji Amerika, me diplomaci etike, me drejtat e njeriut, me parime themelore, me ku diun çka këto. Ai po largohet. Ai i ka denoncuar këto. Janë të kota thotë. Pra, ai çfarë shqetëson dhe që e lidh me realitetin Shqipëri, është natyrisht siguria, stabiliteti rajonal përkundër Rusisë, është lufta kundër korrupsionit, është lufta kundër drogës, është që Shqipëria mos bëhet objekti tentativa i ndërhyrjeve ruse dhe amerikane, ruse dhe kineze. Në këtë drejtim, pra, kur ata shohin që ka probleme, ka mangësi, ka skandale, ka afera, siç edhe ka, atëre ato ndërhyjnë në rrugë diplomatike, në rrugë politike, natyrisht ka dhe mënyra të nëndeshme diplomatike, po kurse si nëpërmjet SPAK-u? Është mbi gjithë atë do thoja. Pra na është krijuar SPAK-u, domethënë, pra në rrugën e drejtësisë, siç u veprua në Itali në vitet 90. Pra ka shumë mënyra. Kryesorja në Shqipëri është të funksionojë opozita, të punojë nga brenda, të reformohet vetë, të ndryshojë vetë, të fitojë besueshmëri. Se dakord, ja, mirë, e hoqim qeverinë. Rama që është, dakord. Po kush mendon, nuk mendon as Amerika dhe as BE-ja. Sa kemi BE këtu, që të mendoj që cili fuqi opozitën. Me të gjendje si ç'është ajo, jo, se nuk do bëj asgjë më mirë. Stabiliteti, siguria do të cënojnë më keq. Pra, shkurt i nderuar, në Shqipëri kemi, si më thënë, po ta themi kështu tani, dy të këqija, në kuptimin teorik të fjalës. Kemi dy të këqija, të keqen që është pra qeverisja, qeverisja, që është, domethënë mungon qeverisja shqiptare praktikisht, dhe ajo që ndodhi te fundi tregon që jo kemi keq qeverisje, por nuk ka qeverisje. As në bashki, komuna, as në qendër. Pra, kjo është e keqja e madhe. Por ka një thënie, e keqja më e madhe është ajo që nuk njihet. Pra, e keqja dytë të marrim opozitën, pa do të dakord, po e heqim këtë qeveri, po bëjmë zgjedhje të reja, ku diun hale. Erdhi kjo, a më garanton kjo opozit mua, kështu siç është tani, me liderin që është në grada në Amerikë, se po tek se hequr Amerika dhe tani, hajde, pa ishme në grada lideri një. E dyta ka pra 30 vjet atje, që nuk po lëvizin. E treta, cilat janë alternativat e veta? Sa e bashkuar është opozita? Sa të tund, sa muskuj ka opozita? Ky është problemi në Iran tani. Mirë e përmbysë atë. Kush do vi? Çuni shaut, s'ka parti apo kjo Bega që është në Shqipëri domethënë. Pra pra edhe në Shqipëri ta zëm se këta të mëdhenj, se politika kështu bëhet. Mblidhen atje gjysmore, vap edhe thon, ti iki kjo qeveri që është, na duhet një zgjidhje tjetër, një alternativë tjetër në Shqipëri. Pa nuk bëhet shu ajo, hajde kape këtë hiqe këta, jo. Kemi Venezuela, pra ajo do të bëhet ashtu si shtam nuk ndryshme, por përgjigja në politikë është kjo i nderuar, kur bën një veprim. What comes next? Pra e hoqim këtë gjë. Edhe në Venezuelë, edhe në Venezuelë probleme madh, çfarë ndodhi ju e keni parë? Asnjë ndryshim s'ka. Asnjë ndryshim s'ka, vazhdon një lloj atje. Pra what comes next? Pra ku të ndryshojë qeverisja e Shqipëri? Çfarë do ndodhi pastaj? Kush do vjen pushtet? Do bëjmë opozitën në jenë kështu? A do bëhet qeveri koalicione, si do bëhet? Por të gjitha këto, Evropa dhe Amerika, shikojnë opozitën. Këto mitinje, protestat që bën ajo, sikur janë spektakle.
Protesta duhet shpërtheni vetë, vini nga baza, nga Shkodra, nga Kuksi, ndile dhe udhëheqja në qenë të vijë në pozitë, si ti kanalizonde. Dhe thoshte qeverisë, ore, na mbytën unë, s'kam çfarë bëjmë, si ndodhi 97-ën. Kurse tani ajo 3 javë para merr vendimin që 26 a 24 do bëj mitingun. Po mirë, ja e bëre mitingun. E pastaj ja nuk përmbyset thotë ai me protesta me mitinge. Ato janë formë demokratike, ti bëj, po edhe ato i mungojnë opozitës tonë për fat keq. Pra, bota, Evropa, nesër do të kemi shkrim për këtë gjatë, e shohin që opozita nuk ka fuqi, nuk ka njerëz, nuk ka bindje, nuk ka besueshmëri. Pse? Edhe për shkak të ndarjeve që psoi vitet e fundit. Po dhe tani, ne po kërkojmë atje, ajo ka filluar brenda prap tani, domethënë me Salianin, me këto, pra nuk është një opozit dhe ajo duket qartë. Po të ishte me këto skandale që kanë ndodhur, do ishte çuar lëvizje e madhe domethënë. Edhe qeveria thoshte, "Ma, hajde të bisedojmë, të lutesh qeveria, hajde të bisedojmë dhe në fundit e bëjmë atë qeveri teknike." Po jo delen në çdo ditë konferenca shtype dhe do bëj qeveri teknike. Me kë do bësh, si do bësh? Kjo qeveri që është aktualisht, pavarësisht nga skandalet që ka e kritikat që kemi tëra, është një qeveri e lishme, legjitime, e njohur, fitoi për herë të katërt, me gjithë problemet e mangësit e gjitha, dakor. Po ti si opozit nuk ke përfitu nga këto, sepse nuk ke bindje, nuk ke besueshmëri, nuk të beson njerëzit. Dhe kjo është e kuptueshme. Me këtë duhet të merret opozita dhe jo të ndezi fishekzare dhe të mendoj që do përsëritet situata e Venezuelës. Në asnjë mënyrë nuk ka asnjë lloj shansi në këtë anë, këtë me siguri. Po me opozitën e dobët dhe ky syri amerikan i administratës së re që është tërhequr, pra një tërheqje e butë nga ne, na dëmton? Po ajo është në kuadrin e politikës amerikane, tham doktrinës, pra ai nuk do të merret në deri tani edhe qeveria kishte një sy, po bën ambasada një reagim, çfarë ka thënë? Kurse tani i vetëm institucion që ne na përfaqëson jashtë është vetëm SPAK-u. Ashtu është sepse Amerika e shpalli që nuk do të merret më si më parë. Ju e pa që në fillim sa reprezentant ambasada amerikane u distancua, u tërhoq as i deklarat. Edhe Bashkimi Evropian në fakt shumë vepron, nuk është si më parë. Sepse ne jemi antar të NATO-s, jemi jo kandidat, po aspirant të Bashkimit Evropian. Kemi kryesu Këshillin e Sigurimit ose BE-n, Këshillin e Evropës. Pra nuk mund të merrem ne ju esni vetë, ju bëni tani thotë, ç'a kërkoni nga ne? Pra e dyta kjo, vetë politika amerikane nuk do të merret më si më parë me Shqipërinë me metode normale, kemi 35 vjet demokraci, por natyrisht këtu ka një problem. Dhe komunikimi midis Shtetit Bashkuara dhe qeverisë shqiptare. Janë me sa duket ato rezervat që Shtetet Bashkuara i kanë shprehur, qoftë edhe në mes rreshtave, qoftë edhe indirekt për korrupsionin, për skandale, për aferat, për qeverisjet, mbështetja për SPAK-un, pra me sa duket SPAK-u është arma kryesore që Shtetet Bashkuara po dhe Bashkimi Evropian me ise më ngadalë për hir të sigurisë dhe stabilitetit, se Ballkani ju shikoni, nuk është kaq kollaj, do të merren me qëllim që jo thjesht të kapin një udhëheqës si Maduron, absolutisht jo, as të përmbysin një qeveri të zëvendësimi, por me procese demokratike, mënyra diplomatike, me drejtësinë si armën më të fortë, të bëjnë më të mirën për Shqipërinë, që të ketë një qeverisje më të mirë, më efektive, që të përshpejtojë vërtet integrimi, antarësimi i saj në Bashkimin Evropian. Ky mendoj unë është qëllimi pozitiv i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse me sa duket dëshojnë që diçka këtu nuk shkon. Dhe duan ta riparojnë këtë, po jo në mënyrë automatike, jo si dikur që ama e qeverinë dhe bëjmë opozitën gati është. Fatkeqësisht opozita nuk është gati. Dhe këtu është ajo pengesa e madhe, hezitimi i madh, qoftë i Shtetit Bashkuar, qoftë i Bashkimit Evropian. Jo shikoni, asnjë lideri Berisha nuk e pret asnjëri, po dhe liderë të tjerë PD-s priten nga partitë. Ka dhe rezoluta nga partitë e djathta, atë them unë. Okej, po nuk e pyet njeri tani partitë. Tani janë qeverit, asnjë ministri i jashtëm, asnjë kancelar, asnjë kryeminist nuk ka takuar Berishën, po as liderë të tjerë të PD. Takojnë me deputet, me udhëheqës partive, por ato nuk kanë një ndikim qeveri. Ti duhet kesh një ndikim qeveri, PD-ja duhet lidhet me qeverit, me kancelarinë zyrtare, t'ia tregoj atyre. Rezolutat partijake bëhen, por nuk ka kohë njëri të lexojë nga 40 faqe rezoluta, as merr si vet nuk e lexon rezolutën e CDU-s të partisë vet, kupton, sepse ka probleme të udhëheqjes dhe nuk intereson të merr të zihet ai tani me Ramën edhe me qeveritë, kupton? Ai ka politikën e vet, ka qëllimet e veta dhe vazhdon në një linjë dhe me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është qëllimi dhe unë besoj PD-ja, kuadrat e nderuara që kanë ekspertët
do ta kuptojnë sa më shpejt në mënyrë që të bëjnë atë ndryshimin e madh të pritshëm për të pretenduar që një ditë nesër pas nesër nuk është shikohet të vinë në pushtet sepse vendi ka nevojë për një rotacion politik. Ambasador, faleminderit shumë, jam i njohur shumë për mendimet që ju ndata analizën me publikun tonë. Të falenderoj shumë dhe të uroj më të mira. Unë ju falenderoj juve edhe gjithë djesve ju uroj edhe një herë një vit të ri sa më të marr, sa më të mirë dhe miru pjekshim raste të tjera. Gjithë të mira të nderuar. Faleminderit shumë, ambasador. Miru pafshim dhe më të mira.